Divorci po bëhet një fenomen gjithnjë e më i zakonshëm, me një numër rastesh që rriten nga viti në vit. Sipas sociologëve, një nga arsyet që ndikon në prishjen e martesave vitet e fundit është përplasja mes realitetit dhe botës virtuale, një botë që shpesh krijon pritshmëri të larta dhe të paarritshme për partnerët. Do ta nisja faktikisht me konceptin mbi veten. Sot njerëzit kanë filluar të kërkojnë më shumë elemente, qofshin këto edhe të përmbushjes materiale, por edhe shpirtërore, ndoshta edhe përsa përket pjesës së ekonomisë, dhe e shtyn moshën e martesës. Por këto kërkesa që vazhdojnë dhe këto pritshmëri që janë gjatë gjithë kohës të larta, nuk arrin do të përmbushen në një kohë të caktuar dhe këto mund të krijojnë probleme pastaj kur fillojnë fazat e martesës. Aspekt që ndoshta është i fshehur, por unë them që ndikon shumë është elementi krahasim. Pothuajse të gjitha moshat, por edhe ata që kanë ndërtuar një marrëdhënie dhe një familje sot e krahasojnë gjatë gjithë kohës veten me të tjerët, e krahasojnë veten me influencerat, me VIP-at, edhe pse nuk dinë se çfarë fshihet në të vërtetë në jetën e tyre reale, shohin vetëm këtë pasqyrim, vetëm këto minutazhe dhe krahasojnë veten gjatë gjithë kohës. I duket vetë të pamjaftueshëm, partneri duket më pak i bukur, më pak i mirë, më pak angazhues dhe këto sillin gjatë gjithë kohës konflikte. Rastet më të vështira, megjithatë, vazhdojnë të mbeten ato ku konflikti mes palëve është i thelluar, veçanërisht kur ka raste dhune. Shkaqet kryesore janë grindjet dhe mosmarrveshjet, le të themi një numër të konsiderueshme që dhe unë kam hasur në praktikë janë edhe tradhtit bashkëshortore, po ashtu edhe gjendjet sociale dhe ekonomike. Rastet më të vështira të divorceve janë ato raste kur palët janë në konflikt me njëra tjetër, kur kemi pasur dhunë në familje dhe kemi pasur denoncime nga njëri bashkëshort kundrejt bashkëshortit tjetër dhe është miksuar, le të themi, procesi penal me atë civil. Avokatët vënë në duke gjithashtu se përveç arsyeve sociale dhe ekonomike, një tjetër faktor që ndikon në rritjen e numrit të divorceve janë edhe martesat fiktive, të cilat nuk bazohen në një lidhje të vërtetë, po kryen për përfitime personale.